Ka dështuar seanca e parë e gjykimit në themel të dosjes së Erion Veliajt. 4 nga të pandehurit dhe avokatët e tyre nuk u paraqitën, duke u bërë shkak për shtyrje, edhe pse para trupës u paraqit avokati i kryetarit të Bashkisë së Tiranës. Në kushtet e krijuara, prokurori Spak Olzdado kërkoi shtyrjen e procesit, por po ashtu edhe pezullimin e afateve të paraburgimit ndaj Veliajt, i cili prej 12 shkurtit të vitit të shkuar qëndron në qelitë e Durrësit. Nga ana tjetër, avokati Plarent Ndreca theksoi se ende nuk është zbatuar vendimi që ata të njihen me të gjitha aktet e prokurorisë për dosjen, duke shtuar se nuk kanë kopje dhe ndaj nuk kanë akses në prova. Sa i përket pezullimit të afateve të paraburgimit, mbrojtësi e konsideroi të papranueshme dhe antikushtetuese. Në këto kushte, GKK deklaroi se seanca do të zhvendoset më datë 10 qershor, duke kërkuar dhe njoftimin e të gjithë të akuzuarve. Procesi ndaj kryebashkiakut të Tiranës nisi pas një padije të Nesti Angonit, që rezultoi emër anonim. Spak mori nga GKK firmën për masën e arrestit, duke vepruar më 10 shkurt të vitit 2025. Më 10 shtator, prokuroria e posaçme deklaroi mbylljen e hetimeve, duke ngritur 13 akuza për 5 vepra penale.